sot e shohim AGK-n më shumë. Për çfarë fatin e AGK-s? Po. A për çfarë sot trajnimin e mojnë për gazetar, për etik, për raportim cilësor nga gazetarëve? Vetëse. Po jo, është vetë lidhjen më të mirë për këtë çto probleme që i ka gazetaria edhe kam i pas në të ardhmen, se po e shohim që është për një sfidë e re, një trend i ri që po. Nuk kena me mujt me qenë hap me kohën saj për këtë saj çështje, pa pas një reflektim në këtë rast, lirish më thonë edhe tek ju si gazetar, duke fillu nga AGK. Shumë pak trajtohen këto çështje në opinion publik nga AGK, e paraqesit vërtet e publikisht. Për brenda unë muj me t'i dhonë. Unë muj me t'i dhonë. Sot e shohim AGK-n më shumë. Për çfarë fatin e AGK-s? Po. A për çfarë sot trajnimin e mojnë për gazetar, për etik, për raportim cilësor nga gazetarëve? Vetëse. Po jo, është vetëse më shumë sot AGK-ja po i ngjani subjekti politik opozitar. Në çka? Paraqet Kosovën, a mendon që Kosova është shteti më autoritar në Ballkan? Gjema një gazetar që unë e këmë shohë se mund ka kritiku. Gjykata kushtetuse si antikushtetus. Ta kryqëzojnë më me bom ju thonë diçka. Që është problem? Ti e din edhe se cili shtetari Republikës e din që nuk ka asnjë qeverisje në Ballkan që sulmohet më shumë nga mediat vendore se sa kjo qeverisje. Kur është sulmu për Nuk ka pas asnjëherë. Dgjoj, kritika nuk është sulm. M'vjen keq. Megjithatë, okay, edhe kritika. Hajde që kritik pe quajmë. Kritika nuk është sulm. Po them që asnjë vend në Ballkan nuk ka qeveri në Ballkan që sulmon media në lirë ma shumë se lëvizjave të... Ai gari e të bëva. Jo, me fakte, me argumente. Hajde jenë këshyri ullëmtimet. Në Serbi, do më thonë, të paktën edhe me Serbinë e kështë krahasu që shto? Nuk ka, në Ballkan, qeveri... Mazgane se kështë deklarata janë kështu krye këput vish për pojena për... Ermal, po du me të pyty, a ka zgjidhje... Kosova ka lirin më të madhe në jo veç në Ballkan, liris me thonë, sa e përket liris media në këtë aspekt. Çka mendon? Çdo kush që gurgjar, me ju kritiku juve, me ja përshpërfaq një defekt, një kesqeverisje, një problem, një aferë, një dyshim, ju e shpallit rator edhe quani media të Serbi.